Sot është një ditë e veçantë, është një ditë feste, ju ftoj gjithëve të dilni votime, votoni. Duhet të qëndrojmë larg këtyre provokacioneve të individëve që ka rreth një javë që duhet të bëjmë pis procesin, ndaj ta kalojmë si ditë feste, festojmë gjithë bashku, votojmë gjithë bashku dhe ta përmbyllim këtë ditë si qytetarë, si njerëz që duam të shikojmë larg dhe jo të merremi me vockllina, me gjëra që nuk i shërbejnë as komunitetit të Matit, as matjanëve.